Hajde. Mirë më nëgjesi edhe mi shpë takohemi këtë yje gjithandeja, kër ka po studia. 5 vjetori i orës 7. Orës 7. Qysh po doket? Mirë shumë, pak ma ndrysh herën e kalume. Kur këm dalë bëjë studim, dalë të kajt edhe më thanë aman mos kaj kësaj radhe. Kërë që marë tash në cilësin e mësafirët. Nice to see you. Nice to see you. Po? Nice Jo, mirë, to see you. pak e emocion. Po, jo, tash e kom ledhë vetën, jem të e majtë vetën. Shkojmë të shojmë. Po, ashta ma ere. Po, ashta ma ere. Nice to see you. Se t'ja se po më duke të me kajt, pra. Nice to see you. Jo, gjënë s'koq se të nadë i këmi këshyrë Oscarët, edhe pse këtë ditë që kemi pas në transmitime ekskluziv në Klan Kosovë, besoj që vite tashme. Mirë, këtë ato parashikime që a i bona, ato kenë. Në me thonë, 12 years a slave, që ishte favorit, Lupita, mu bëtë shefe që fitoj, edhe pat një fjalim këgjaja e emocionus. Po me siguriti e kënë gjumë në atë kohë, se e dalë mu që erë ta. Dishka tjetër e kënë të punua. Disa tjetër që në sarë unë e punaj për me marës. Apo, shumë mirë, hajde. Uroj, për që me shku për Kosova s'ka drejt me marë pjesë. Jo, ka drejt. Filmi ka drejt, po. Filmi i shkurt, po i gjatë jo? Po i shkurt, për shkurt të filmi. Për të shkurt. Okej, ti këthejmë i orës 7, pak me qysh po do këtë mullës atë? Mirë, shumë mirë, një mullë edhe ma erët, nej, po më do këtë shumë interesant, edhe po më vjen mirë që ora 7 ka rritë me bo 5 vjetë, edhe njëkohësisht po vazhdon tjetë një prej emisione, fakt, emisioni i mëngjesit, më i mirë edhe ma i shikume për qa dëshquhet ora 7 duke sjellë atëfar atmosferën, energjinë pozitive që ka qenë gjithmonë synimi jonë, qysh nga dita e parë kur kemi fillu më kujtohet, dita e parë ka qenë edhe ma emocionuese se saj. Nëse jo sa ajo që jëm përshëndet herën e fundit, po dita e parë ka qenë shumë emocionuese, kemi fillu me këngën e Elvana Gjatës vetën, një këngë shumë relaksuse, te unët me na gjetë tash me folë. E ka përshkru ndështë atë moment, kemi pas emocionet shumë ta me libetën dhe sa kemi hi, një 2-3 minutat e parë dhe sa i kemi mledhë vetën, më ndoget se vetë se jemi dritë, po ajo ka qenë një start e mirë, ku mas asaj kemi pas shumë telefonata, thirrje, sepse Klan Kosovë ka mush me 17-5 vjetë, ndërkohë që ne na ka deshtë edhe 2 javë, ku shtesë deri sa jemi përgadit edhe kompletu krejt si staf për me fillu ndoshta një rrugtim që ka dalë tjetë shumë i sukses, shumë sikur edhe televizioni, me një staf kej tjetër, tash po që se shohim programin e mëngjesit, vjen mirë që edhe është ndryshu stafi, sepse non-stop edhe sjell risi, po edhe gazetarët që tjenë, me idetë e tyre mund me sjell edhe pavarësisht storieve që ndoshta mund me qenë e njëjta apo qasjet të ndryshme. Ndërkohë që tash që 5 vjetë jemi rritë së bashku edhe na pak ma shumë flokëtërame kemi, flokëtinjëra, kështu që ndoshta edhe mas 5 vjetë kemi mullë të dëtë në këtë anë, a? Regjia Florenti, po, Regjia Florenti po thotë pesh kështu. Po, kom shtu pesh, nuk e di, nështë ata kanë, u ndoket veta shumë i dëptë sot në televizion, kështu që se di. Me syzat e kon hekë prej asaj kohë. Po, mirë, që shtu dëkë, kure para 5 mujve, do më thonë, kur dole pe orës 7, a ki flajt një 3 javë, është? Po, ashtu shumë e flajt jo, se fëmija më kanë zhuerët, po faktikisht e vresha atë presionin psikologjik që nuk e kisha ma, se gjatë gjithë kohës, gjatë tyre 4 vjetë e gjysë gati 5 sa kom qenë programin e mëngjesit, gjithmonë e kom pas ato, si u bora 11, do na me flajsin, qysh kom u qënë ora 6, për me arë në emision. Gjithmonë e kom pas atë farë në kokë që atë farë presioni, pasi që e lash, pak unë e pata një loj, ndoshta me thonë një depresion, më ndoshta fjallë shumë e madhe, depresion të letë, se kjo është beba, e konsideroj si beba jonë, beba jam, orën 7, edhe gjitha dokumentet njerëzve për rreth, po ishte një hap që u desh me bo, dhe shumë mirë që u bo, sepse tash u bo në 5 vjetë, edhe besoj që ora 7 këme arrit me bo dhe shumë vjetë tjera, duke qenë programi numër 1, sepse është alternativa e vetme që sjell
ndoshta harmoni, edhe për gjithë ata shikues që zgjohen derisa bëhem në përgatitje për me dërgu fëmijë në shkollë apo edhe për me u përgatit vetë për punë, ne jemi zgjedhja më e mirë për me nisë një ditë me energji të mirë, duke pas parasysh në Kosovë në vendin që jetojmë. Emisionet tjera, tash ndoshta pa lidhje me folë për tjera, po domethënë nuk e kanë nuk i kanë energjinë e mirë ose të keshmet që i kemi na ose lehtësinë. E tash ora 7, a ka pas rezistencë në fillim për njerëzve, domethënë se si mësuam ndoshta me pa në televizion dikon ty kesh ose ty bëj gare ose ty. Mua më duket se s'ka pas rezistencë. Prej ditës parë jemi konsideruar ndryshe edhe që ajo ndryshe e ka sjell atë risin, po mu që kam ka ardhur mirë se normal audienca dhe targeti i programit mëngjesit është për të gjithë, po ata që më shumë të shohin janë njerëz pak më të moshuar, njerëz të cilë kanë karrierë, janë më të mëdhenj, kanë shku në punë të moshuar, edhe fëmijët e vegjël. Ndërkohë tek ata kemi has në dyrë të hapura me një herë qysh nga dita e parë, sepse më duket se ata kanë pas nevojë për një freski edhe një format mëngjesi të tillë, i cili pastaj filloi edhe prej televizioneve tjera shumë shpejt edhe me u marrë që është shumë mirë. Mirë, 5 vjet orës 7, po edhe 5 vjet klanit, tash je drejtori i programacionit. Po, drejtar. Ka po shkon, domethënë klani... Klani po shkon në drejtimin e dur, besoj. Tham që s'kemi me përmend edhe objektin e ri edhe këtë, po jemi non-stop përgatitje. Ti është një projekt gjigant. Qa emisione të reja? Që pa tjetër se... 5 vitet ardhshme. Do të kemi emisione të reja qysh edhe këtë vitin e parë të 5 vjetorit jubilar të gjysmë dekadës që ka hyrë faktikisht Klan Kosova, edhe besoj që kjo është hapi tjetër që Klan Kosova prapë ka me bot diferencën prej televizioneve tjera, pikërisht me objektin e ri, po jo vetëm objektin, po se do të me qenë edhe emisionet, edhe emisionet përmbajtësore cilat do t'i ketë. Do t'a pastrojmë shumë skemën programore, edhe do t'jemi shumë vendor, duaj e të ndën, që është ajo. Sa ma shumë prodhime të po s'kisha dash me folë ma shumë për Klanin, sepse do t'gjenë momentit që prapë se prapë do të folim edhe që shtojnë shumica prapë ta e lavdojnë vetën, po ka qenë edhe ajo mënyra që jemi plasu në treg me promot ndryshme që non-stop e kemi pas edhe vetën plan parë, që ka ndiku shumë mirë edhe tek shikuesit, se me njëherë janë mësu me ftyrat e reja që janë kriju edhe në Klan, edhe me njëherë i kam pranu që këta janë ata që janë ma aqik, theme, se fjallë ndryshe e përmenda edhe ma jere. Mirë, hajtash pra, masi unë s'po përmendi mo për Klanin, edhe unë e jam marrë për News Show i tash ta bëjnë një as po as ju. Që e kom po një minut e gjysa, e gati, fjallën orë s'ki drejt me thonë. As po as ju, as ora. Okej, unë e pata ranë, jo se pata buat e për në qenë. Hajtë më stujmo ju, as po as ju, as në cuk. As në cuk, hajde për shkojnë. Hajde se kanë qef shikus shumë këtë luj. Hajde, a e gati? Edhe te pas ke qef, a? Shumë e kam qef. Shkojmë. Ja, nisi. Që edhe 10 sekonda kanë për t'japi pak fore. Okej. A e gati? Jam. A, shumë? Shumë. Shumë, okej. A, po të ka marrë molli për me udhejshë orën 7? Më ka marrë, pa këta shpesho. A, fëshe, ha? A, po dënë me vazhdu për i stashit emisionin ti? Nuk e di, ja, po du me vazhdu se e kam shtirë tash me uzgju herët, po qofse duhet, po. Okej. Rash. Ja, 30 sekonda, a? 30 sekonda. Ata shojmë tash atë momentin kër ka bova, jo. Në regull. Tash unë e kësha dash me vazhdu emisionin, a? Për paralajmru. A e kemi? Jo, ti lexove shumë për paralajmëroj. Hajde paralajmëroj. Faleminderit. Faleminderit Faleminderit gjithëve. Tani është koha për leximin e titujve kryesor.